Sa po është ndodhur ndeshja e voleybollit për meshkuj, Vllaznia humbet 2-3 me Erzelin e Shjakut, i cili duke qenë se ka fituar ndeshjen e parë në Shjak, kalon në gjysmëfinale me presidentin e Federatës Shqiptare të Voleybollit Eli Pjendi. Në Shkodër pretendierët të çerek finale, duke se nuk keni gabuar në përzgjedhjen tuaj. Jo, Gaspar, di që unë gjithmonë në Shkodër vi me shumë dëshirë dhe atë që dhuro voleybollit shkodran është rrallë ta shohë, sidomos në këtë fazë të ndetë ku ka hyrë edhe kampionati jonë. Një përshtypje për ndeshjen, emocione, shumë emocione kishte, absolutisht, por voleybolli kështu është. Unë mendoj se Vllaznia u kujtua pak vonë për ta fituar këtë sfidë, por gjithsesi emocionet për neve ishin papara dhe neve i urojmë shumë suksese të dyja ekipeve, edhe Vllaznisë në përfundim të këtij sezoni dhe Erzenit, i cili vete në fazën në gjysmëfinale të play-offit për të parë përsëri këta djemë që të luajnë voleybol. Një Vllaznia që ka bërë mirë deri në këtë moment, nga 2 sezonet ka qenë në vendin e dytë. Absolutisht, por shtash të shi faza play-off është ajo që shpall kampionët, por sigurisht që Vllaznia është një nga ekipet pretendente të kampionatit, pasi siç thatë edhe juve e përfundoi të dy fazat në vend të dytë, ndaj edhe do të ishte tjetër pamje. Kush mendoni se fiton trofeun kampion këtë sezon? Të gjitha ekipet ishin dhe janë pretendente, ndaj shpresojmë që të marrin dhe të fitojmë më i miri. Ishim me presidentin e Federatës Shqiptare të Voleybollit Eli Pjendi. Faleminderit për intervistën. Faleminderit Gaspar, gjithmonë vendi jot